Kanë përgjithësi e grada të ndryshme, por vetëm një ekip e simpatizojnë. I gjithë ky kontingjent ushtarësh portugez janë bërë bashkë në kampin e tyre në Prishtinë për të shikuar përballjen në gjysmëfinale Portugali-Wales. Misioni që kanë në Kosovë bën të pamundur udhëtimin e këtyre ushtarëve portugez në Francë për ta përkrahur kombëtarën e tyre. Megjithatë, edhe këtu në bazën e tyre në Prishtinë, ata po i shijojnë ndeshjet secilën prej tyre. E kur u intonua himni portugez, ushtarët u ngritën në këmbë dhe kënduan së bashku. Kur ndeshja filloi, portugezët ishin të qetë, por optimistë se do të kualifikohen në finale. Mendoj se Portugalia këtë kampionat nuk do ta ketë fatin një njëjtë sikurse në vitin 2004 kur u poshtëm nga Greqia. Nuk kemi treguar lojra të mira në fillim, por erdhëm deri këtu dhe tash është koha që ta fitojmë kampionatin evropian, edhe pse do ta kemi shumë të vështirë. Derisa ne po intervistonim një togjer të këfurit portugez, Cristiano Ronaldo shënoi golin e parë. E pas gëzimit, portugezi Nuno Silva tregoi arsyen pse kombëtari i tij ka përparësi ndaj shteteve tjera. Ronaldo është lojtari më i mirë në botë, edhe pse po kritikohet për paraqitjet jo të mira. Mendoj se në Real Madrid ka rol tjetër për dallim nga kombëtarja. Megjithatë, dhe në çdo moment mund të shënoj ashtu siç e pam pak më parë. Que é fantástica, ele tem desempenhado papel verdadeiramente fantástico. Ushtarët portugezë që në mision janë në Kosovë, në fund ju gëzuan sukseset të kombëtarës së tyre, pasi Portugalia fitoi ndaj Walesit duke kualifikuar në finale të kampionatit evropian France 2016.